Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të mediave. Çdo ditë e re sjell një manipulim të ri nga qeveria për ekonominë. E vërteta për shtrëngtimin, për rënien e standardit jetësor dhe për jetën, gjithnjë më të vështirë të qytetarëve tashmë është bërë zakon të rrëfehet nga një pozitë e rehatshme propagandistike, me një shifër të selektuar dhe shumë fakte të heshtura. Dhe kur qeveria me vetdije i hesht faktet që qytetarët i ndiejnë çdo ditë, atëherë optimizmi i saj ekonomik është gënjeshtër me qëllim politik. Kryeministri Mickovski fillimisht e shpalli Maqedoninë si ekonominë e tretë me rritjen më të shpejtë në Evropë, ndërsa dje e uli ambicien e tij dhe tha jemi në 5 vendet e para në Evropë sipas rritjes së bruto prodhimit vendor. Por, si në rastin e parë, ashtu edhe në të dytin, bëhet fjalë për të njëjtin qëllim politik. Nga një shifër statistikore të krijohet një përrallë ekonomike, ndërkohë që qytetarët jetojnë në një realitet ekonomik në mangë. Ekonomia nuk matet me vetlavdrime, por me atë që qytetarët realisht mund të blejnë me pagën e tyre. Sa kilogram fruta, sa mish, sa litra qumsht, sa karburant, sa ditë të jetës së tyre janë të mbushura me dinjitet. Enti shtetëror i statistikës publikoi rritje të prodhimit bruto vendor, prej 3.1% në 3 mujoren e parë. Por i njëjti raport tregon se konsumi final ka një pjesëmarrje prej madje 86.4% në bruto prodhimin vendor. Ky është një parametër kyç i ekonomisë, të cilin kryeministri dje e heshti. Rritja kryesisht vjen nga konsumi, ndërsa konsumi rritet në kushtet e çmimeve të larta përkatësisht inflacionit. Kur qytetarët paguajnë më shumë për të njëjtat produkte, konsumi nominal rritet. Por kjo nuk do të thotë jetë më e mirë, kjo do të thotë jetë më e shtrenjtë. Nëse bruto prodhimi vendor rritet 3.1%, ndërsa inflacioni është 5.7%, atëherë çmimet rriten më shpejt se ekonomia. Në realitet, qytetarët shpenzojnë më shumë para, ndërsa në shtëpi sjellin më pak produkte. Ta nxjerrim ekonominë nga qendra për shtyp e qeverisë dhe ta vendosim aty ku e ka vendin, në treg dhe në market. Atje, me 1.000 denar mund të blihen 2 kg qeshi nga 140 denar, 1.5 kg pjesh nga 95 denar, 1.5 kg kajsi nga 130 denar, një tabaka me 30 vezë për 275 denar dhe vetëm 150 gram filet të pule. Pra, 1.000 denarshëm me mbulon disa kilogram fruta sezonale, një tabaka vezë dhe një copë të vogël mishi, pule, e mos flasim për mish tjetër. Qeveria mund të festoj përqindje, por qytetarët çdo ditë numërojnë denar. Të nderuar, kryeministri flet për rritje, por nuk flet se ushqime dhe pijet alkoolike janë shtrenjtuar për rreth 8% në nivel vjetor. Nuk flet se inflacioni në Maqedoni është 5.7%, ndërsa në Bashkimin Evropian është 3.2%, kurse në Eurozonë 3%. Kjo do të thotë se qytetarët tanë janë në presion më të madh të çmimeve se sa vetë qytetarët evropianë. Kryeministri flet edhe për prodhim industrial, por në prill ka rritje prej 7.6%, por në janar prodhimi industrial ishte ulur për 6.6%, në shkurt për 4.2%, ndërsa për 4 muajt e parë të vitit, rritja është vetëm 0.2%. Kjo më shumë i ngjan stagnimit se sa rritjes industriale. Edhe më serioz është se numri i punëtorëve në industri në prill është ulur për 2.3%, ndërsa në 4 muajt e parë për 3%. Nuk mund të shpallet sukses industrial derisa industria humb punëtor. Ndërtimtaria rritet për 7.2%, por edhe këtu historia ka një anë tjetër. Çmimet e banesave në Shkup në 3 mujoren e parë janë më të larta për 16.7% në nivel vjetor, ndërsa ndërtimtaria rritet, shtëpitë bëhen gjithnjë e më të paarritshme. Atëherë, rritja e bruto prodhimit vendor nuk sjell siguri dhe nuk sjell dinjitet. Investimet bruto rriten me vetëm 1.8%, që është dëshmi se nuk mund të flitet për sukses ekonomik strukturor që do të krijojë vlerë të shtuar të qëndrueshme për standardin jetësor. Për më tepër, investimet e huaja direkte ranë nga 269.9 milion euro në 3 mujoren e fundit të vitit 2025 në 218
milion euro në 3 mujoren e parë të vitit 2026. Suksesi ekonomik që e feston kryeministri në të njëjtin 3 mujor humbi 51.3 milion euro investime të huaja. Dhe këtu zbulohet edhe një dimension tjetër që qeveria përpiqet të fshehë. Borxhi publik dhe financimi i likuiditetit. Kur rritja e bruto prodhimit vendor mbështetet në konsum, ndërsa shteti paralelisht merr hua për të ruajtur likuiditetin, bëhet fjalë për mbajtje artificiale të aktivitetit ekonomik me para që do t'i kthejnë vetë qytetarët. Borxhi publik me huamarrjen e re prej 260 milion eurosh, po i afrohet 11.1 miliard euro. Kemi një model ekonomik në të cilin qeveria sot përpiqet të marrë përfitim politik, ndërsa qytetarët nesër do ta paguajnë këtë çmim. Të nderuar, rritja e bruto prodhimit vendor që ushqehet nga inflacioni nuk sjell zhvillim. Rritja që mbështetet në borxh nuk çon drejt sigurisë dhe rritja që nuk e rrit fuqinë blerëse të qytetarëve nuk është asnjë sukses. Përparim i vërtet ekonomik ka vetëm atëherë kur qytetari me pagën e tij mund të blejë më shumë, të jetojë më i sigurt dhe të planifikojë të ardhmen pa frikë nga lartësia e faturës së radhës. Prandaj manipulimi ka një qëllim, e ai është të ndajë rrëfimin e qeverisë nga jeta e qytetarëve. Por sot ky dallim është tepër i madh për t'u fshehur. Dhe kur pushteti ka nevojë t'ju shpjegojë qytetarëve me kaq këmbgulje se jetojnë më mirë, kjo është dëshmi se ata jetojnë më vështirë. Për këtë arsye, konferenca e djeshme përshtyp në Ilendenska pa numër për rezultatin e jashtëzakonshëm ekonomik është edhe një gënjeshtër e radhës e paketuar si vetë lavdrim qeveritar. Ju faleminderit për vëmendjen.